40 mjetet e para ushtarake të prodhuara në Shqipëri janë vënë në dispozicion të forcave të armatosura në një ceremoni ku mori pjesë kryeministri Edi Rama, drejtues të ushtrisë dhe përfaqësues të industrisë së mbrojtjes. Gjatë fjalës së tij, Rama i cilësoi këtë hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të industrisë ushtarake shqiptare, duke theksuar se objektivi i qeverisë është që deri në vitin 2028 forcat e armatosura të pajisen plotësisht me flotën e mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme në përputhje me standardet e NATO-s. Brenda vitit 2028, ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet, që nga makina më e lehtë deri tek armët më të sofistikuara. Nuk do ketë më asnjë 4 rotak që t'i mungoj forcave tona të armatosura, do ketë flotë mjetesh të madhe sipas standardeve të NATO-s për numër forcash për kilometër territor, dhe ndërkohë do të jetë pajisur me shumë çka tjetër që ka filluar të projektohet dhe të prodhohet në vend. Rama u shpreh se ambicia e Shqipërisë nuk kufizohet vetëm në furnizimin e ushtrisë shqiptare, por edhe në krijimin e një industrie konkurruese në të ardhmen, që mund të eksportojë produkte ushtarake për partnerët ndërkombëtar. Mos u çuditni kur një ditë të vim përsëri këtu dhe të ekspozojmë gjëra të prodhuara këtu, të cilat do t'ja japim edhe ushtrisë më të madhe të botës, ushtrisë amerikane. Prodhime made in Albania. Parafityroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Rama bëri të ditur gjithashtu se kanë nisur përgatitjet për prodhimin e dronëve ushtarak në Shqipëri. Sipas tij, këta dronë do të përdoren edhe për mbrojtjen ajrore gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s që do të zhvillohet në vendin tonë. Ku siç e kemi premtuar, mbrojtja e qiellit në samitin e NATO-s, ku do të jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuara, që dini vetë ju se si mbrohet nga qielli, nga toka, nga Marsi, nga hëna, mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, made in Albania. Ashtu sikundër, tani më jemi gati, kemi bërë dhe porosin edhe për mbrojtjen më të sofistikuar kundër ajrore, të cilën do ta ketë shumë shpejt edhe Shqipëria. Duke folur për zhvillimin e industrisë së mbrojtjes, kreu i qeverisë u përgjigje dhe kritikëve, duke mbrojtur krijimin e kompanisë shtetërore Kajo, e cila sipas tij tashmë ka nisur të gjenerojë të ardhura përmes bashkëpunimit me kompani private të interesuara për të investuar në këtë sektor. Flitet shumë këto kohë për tradhira e për shitje të dheut e për lloj idiotësish që mund t'i marrin me mend dhe t'i artikulojnë ata të cilët do ta kishin tradhtuar, do ta kishin shitur, do kishin bërë të gjitha ato për si ata akuzojnë, sepse kështu thot një fjalë e mençur, kush të akuzon pa prova, ose e ka bërë vetë, ose do ta bënte vetë atë për cilën të akuzon, por ja kjo është tradhtia jonë, që sot një kompani e krijuar për të shërbyer si qendër graviteti e industrisë sonë të mbrojtjes, 100% aksione të shtetit, ka filluar të argëtojë të ardhura nga këto lloj sinergjish. Rama njoftoi gjithashtu se së shpejti do të krijohet dhe një kompani e re specializuar për prodhimin e mjeteve për emergjenca civile, e cila do të jetë në dispozicion të bashkive në të gjithë vendin. Në kuadër të këtij projekti, Shqipëria pritet të pajiset edhe me 14 automjete zjarr fikse dhe ambulanca të reja, të ndërtuara sipas standardeve të Bashkimit Evropian për të rritur kapacitetet e reagimit në situata emergjente.